Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë zhvilluar këtë të hënë një protestë në Shkup, duke kërkuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta nisi nga ura e Gurit dhe zhvillohet me synimin për të tërhequr vëmendjen e institucioneve dhe opinionit publik mbi një problem të kahershëm. Thirrja për mobilizim është bërë nga kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit Nën Tereza, Besar Sejdiu, i cili ka kërkuar mbështetje të gjerë qytetare për këtë protestë paqësore. Sipas tij, ndonse drejta për arsimim dhe vlerësim në gjuhën amtare është e garantuar me kushtetut dhe legjislacionin në fuqi, ajo vijon të mos zbatohet në praktik. Sipas studentëve, kjo situatë po krijon pengesa serioze për ta, pasi ndikon drejt për drejt tek avancimi i tyre akademik dhe profesional. Organizatorët bëjnë të ditur se protesta do të zhvillohet në mënyrë paqësore dhe dinjitoze, me synimin për të sensibilizuar publikun dhe për t'i adresuar kërkesat e studentëve tek institucionet përgjegjëse. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve, institucioneve dhe aktorëve të ndryshëm shoqëror që të bashkohen me ta dhe të mbështesin këtë kauzë.